Mirëmbrëma, miq të On Televizion. Mirëmbrëma, miq të televizionit Kopliku. Mirëmbrëma dhe miq të On Talk, emisionit që sapo filloi ky televizion që nuk është i ri, është po ai televizion, por me një emër tjetër. Sigurisht duke ndryshuar, në jetë gjithmonë kemi të drejtën për të ndryshuar, ishte edhe një moment që edhe këtë televizion nuk e mbante e njëjta hapësirë. Duhet patjetër të përshtatur me kohën, duhet përshtatur me sfidat e globalit, edhe globalizmit edhe në media, në ato aftësi cilat kanë shkuar përtej hapësirave që ne zotrojmë sot. Domethënë, emisionet kur shikohen edhe në Kinë, edhe në Amerikë, edhe në Australi, kudo, në të njëjtën kohë, pra kemi të bëjmë me një sfidë të jashtëzakonshme. Dhe kjo sfidë impononte edhe një ndryshim me emri, po jo trashëgimnie. Trashëgimnia e televizionit Kopliku është e jashtëzakonshme. Unë vetë kam shumë emisione. Tani po i tregoja një mikes time që do t'ja prezantoj pak më vonë, që i kam kaluar 500 emisionet. Pra, ajo trashëgimnie, shkëlqyer e kësaj treve e televizionit Koplikut do të vazhdoj. Do të vazhdoj po me ata pronar, po ato administrator, por me një emër të ri që mu më duket jashtëzakonisht i bukur. Me që i thash të fjalë ishin detyrueshme, dhe me që kemi dhe festat e duhet uruar dhe festat, po ju prezantoj fillimin e emisionit me një kolege, mike të vjetër, e re në mosh, po e vjetër si gazetare, që është Linda Dota Kavaja. Linda, mirë se vjen. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta, mirë se të gjej Besi, miku im i përhershëm. Dhe më duhet të them faleminderit sepse më rikthen në televizion herë pas here. Duhet pothuajse një vit që nuk jam më pjesë e ekraneve televizive dhe kjo ka qenë zgjedhja ime personale. Megjithatë, gjithmonë kënaqësi të kthehem për të bashkëbiseduar me ty ato pjesë të bukura të cilat ne dim shumë mirë se bota e televizionit i ka dhe zgjedhim t'i tregojmë duke thënë atë që duam ne dhe duke mbajtur pak të fshehur nga magjia e madhe televizive. Sigurisht ti ke lindur një qytetare e Shkodrës, po ke lindur në televizion për sa i përket karakterit, formës, paraqitjes tënde, edhe sigurisht që televizioni është që në një farë mënyrë të ka rritur. Me shumë e vërtet. Më kujtohesh shumë e re, shumë e vogël, gjithmonë ju kam thënë, a fëmijë mirë, ky fëmijë mirë, jo merrse me të mirë. Sigurisht ishit fëmijët e mi, ishit shumë të vegjël. Por në të vërtetë ishte një fëmijë që merrje vesh, kuptoje edhe zbatoje jashtëzakonisht mirë duke i kërkuar vetes. Linda, në përgjithësi, sa po e the dhe ma thua dhe shpesher që mungon, është një zgjedhje që mos jesh në televizion, por mungon televizioni. Kush mungon realisht? Mungon thjesht dalja në ekran, apo mungon sfida e televizionit? Është një zgjedhje personale, të cilën unë e mora thuajse një vit më parë, sepse në janarin e vitit të shkuar vendosa që figura apo personazhi im në media ishte e zauruar deri diku. Kam bërë për 7 vite një emision i cili ishte i përditshëm, nga hëna në të premte dhe që kishte një lodhje shumë të madhe dhe një lodhje shumë të madhe. Edhe rrethana të deshën ashtu që të kisha një stopim apo një shkputje e cila ishte shumë e shëndetshme. Pak më herët e që duhet të rritemi, dhe rritemi duke kuptuar vlerat që kemi si njerëz dhe duke i dhënë kohë vetes të marrim më shumë prej asaj që ne duam të marrim dhe jo asaj që na obligohet të marrim. Edhe në këtë aspekt ishte shumë e bukur kjo shkputje, sepse më dha kohë të njihja më mirë Lindën si njeri që kishte 18 vite që punonte në media pa shkputje, dhe këto 18 vite kanë qenë shumë intensive, pavarësisht se u shkëputa nga televizioni i përditshëm, nuk u shkëputa nga aktivitetet, nga programet artistike të cilat i kam prezantuar me shumë kënaqësi, sepse televizioni dhe unë jemi të pandashëm. Unë nuk e di se sa i ka munguar ekranit, por ekrani më ka munguar pa diskutim shumë mua. Moderatorja, prezantuesja apo gazetarja? Shiko, Lina, ti ke bërë dhe gazetaren. Gjana e parë që po, e kam bërë jeni munduar që të merrni ishte gazetaria. Unë, për shembull, të kanë marrë në një farë mënyrë provim për gazetaren. Pavarësisht pastaj moderatorës edhe asaj që ne dikur i kemi thënë konferencieres, po është moderatorja, prezantuesja. Ishte viti 2007 kur unë bëra pjesë e një cikli televiziv që përzgjidhte
po themi figurat që do t'i shërbenin ekranit dhe pa e ditur u shpalla fituese. Me krenari e them fituese një jurie profesioniste, ndër të cilat ishit pjesë edhe ju. Dhe pa diskutim është kënaqësi e madhe të vlerësohesh nga 3 profesionistë të nderuar qytetit të Shkodrës. Unë dua ti përmend emrat, ishte Besi Bektesha, që më zgjodhi, ishte Ardi Hoti, ishte edhe Blerti Delia. Pra 3 emra të cilat kishin bërë televizion, e dinin çfarë do të thoshte televizioni, e dinin çfarë ishte gazetaria dhe zgjedhja e kësaj jurie të nderuar isha unë, fituese e vendit të parë në sfidën e asaj kohe, në vitin 2007 dhe prej asaj dite në fakt u zgjodha për të qenë gazetare dhe kam bërë me shumë dëshirë këtë pjesë dhe këtë profesion të vështirë, po themi për kohën në të cilën e flasim, por edhe për mënyrën se si unë e kam bërë gazetarinë, sepse më ka pëlqyer gjithmonë gazetaria investigative dhe në fiks fare tregova për 4 vite me radhë që dija ta bëja shumë mirë edhe pjesën e gazetares. Megjithatë, tek vetja gjithmonë kam kërkuar më shumë dhe duke kërkuar më shumë është një problem i madh sepse asnjëherë nuk je i kënaqur me veten. Mund të quajnë të pangopur, mbase mund të jetë edhe kështu, por unë mendoj që është gjithmonë një kërkesë për të rritur profesionalisht, të cilën e kam pasur, besoj lidhet edhe me të qenit agrep në shenjën e zodiakut. Edhe duke qenë kështu, gjithmonë kam kërkuar më shumë. U ktheva në Shkodër në vitin 2016, ku u riktheva sigurisht si prezantuese dhe moderatore televizive. Të pandashme ishin edhe koncertet e shumta në të cilat bëja rolin e konferencieres apo moderatore, siç quhet tashmë në gjuhën e re, po themi televizive, dhe kanë qenë shumë të dashura për mua të dyja, Besi. Nuk kam ditur t'i ndaj asnjëherë sepse puna e ka bërë që t'jenë të lidhura ngushtë me mua dhe nuk di të dalloj nëse më pëlqen më shumë linda moderatore apo linda gazetare, por di të them që më mungon shumë edhe kjo pjesa. Mungon tempo ritmi, mungon edhe stresi i kësaj kohe? Apo në qoftë se ma lejon tash. Apo ndoshta keni lloj zhgënjimi për lodhin edhe jo shpërblimin monetar, se ata e dim, po shpërblimin moral o profesional. Do një ndryshim radikal në këtë lloj drejtimi apo si e mendonte në përgjithësi? Përgjithsisht televizioni dihet se si ka kostot edhe fitimet dhe duke u nisur nga kjo unë asnjëherë nuk e kam pasur një rrogë bazë apo të ardhurat bazë kryesore monetare, sepse ne dim që ti je gazetar, duhet patjetër të bësh edhe një punë tjetër të dytë apo të parë në rastin konkret që ti të furnizohesh me të ardhurat të tua dhe të mbash familjen dhe nga ana tjetër pastaj gazetarinë ta bësh edhe të përfitosh diçka. Por nuk ka qenë kjo zhgënjimi. Zhgënjimi është ana e vlerësimit njerëzor pastaj që të mungon ose të mundon më shumë në momentin kur të vjen si një kolpo momentale që ti nuk të gjen asnjëherë të përgatitur, sepse ti ke menduar që i bër pjesë e asaj familje, i bër pjesë e asaj shoqërie, në të cilën në fakt është shumë e lehtë të zëvendësojnë edhe të largojnë. Ti je përpara njeriu i cili ndershmërisht dhe realisht, respektivisht, të gjithë televizionet që ka Shkodra, qarku i Shkodrës, po themi, i ka kaluar. Bilet, përveç këtij televizion që jemi, të gjithë të tjerët i ka drejtuar. Problemi që po shtroj tani edhe me një kolege timin, sigurisht unë tash i e re, por 18 vjet janë shumë. Është një shifër që sigurisht jep arsyen pastaj për të mos quajtur më e re. Je profesionist edhe me moshë të caktuar, por sigurisht me një karrierë të gjatë në edhe moderim edhe si gazetar, ti ke dalë dhe gazetare të Renit, ke qenë edhe investigative, ke bërë lajmin, ke sjell lajmin në redaksi. Të gjitha, absolutisht. Emisionet e përditshme, pak kanë të gjitha. Por, ajo që desha them është kjo që duke ndruar televizor. Shiko, unë kam bërë të gjë, kam pasur dëshirën e madhe, jo të dalë. Kam qenë ekzibizionist i daljes, jo me kuptimin daljes në ekran. Nuk kam pas të problem. Ekzibizionist i thënjes, ose i marrës intervistës, ose mbajtjes qëndrimit. Ti e din gjithmonë kam bërë opinione. Praktikisht, nuk kam dashur që t'jem dëshirën aman të dalë në televizion. Kam pas dëshirën që të them diçka. Edhe këtë lloj stresit
E kam ndryshuar vetëm kur duke ndryshuar televizion. Si të them, më është dukur sigur kam dalë diku një vend tri, kam gjetur një vend një mjedis tri. Këtë ti e ke provuar apo domethënë je me natyrën që ti e ke provuar se ke ndryshuar televizion. Po e ke përdorur si metodë apo kjo pastaj duhet vi në mënyrë racionale dhe normale, si them tash fluide, jo me goditje. Çfarë mendon për këtë lloj elementi I cili sigurisht është në gazetarinë tonë? Është në gazetarinë e botës, po sidomos ke ne. Shikoj se cili zgjedh ta moderojë në mënyrën e tij ato që kalon. Dhe secili stat të bën të kuptosh që ti duhet punosh më shumë me veten tënde që të arrish atë që ti dëshiron. Kam një teori në jetë të cilën e ndjek dhe është një thënie që e përshkruan më së miri. Vrapova pas fluturave, thotë. Dhe nuk e dija që nëse punoja kopshtin tim, fluturat do të vinin vend të punë. Dhe kështu unë jam marrë gjatë gjithë kohës që të punoj me atë kopshtin tim të mendimeve, të ideve, të organizimeve, dhe ndoti që fluturat kanë ardhur. Ndjej veten shumë më mirë sepse po punoj me projekte personale të cilat më bëjnë të ndihem vërtet shumë mirë dhe kam njohur një dimension tjetër të vetes. Po shkruaj më shumë, por shijoj më shumë edhe të menduarit, të analizuarit të gjërave, jam futur në një botë pak filozofike që po më shijon, dhe sa më shumë që njeriu merr nga kjo botë, të mëson nga mendjet e ndritura, arrin të kuptoj se formohet më shumë edhe arrin të ketë një perceptim tjetër për jetën, për punën, për familjen, për çdo gjë pastaj. Kështu që nuk më bezdisin as pak dhe nuk më kanë munguar as pak gjithçka që ka qenë pjesë, domethënë, e standardit, po themi që e kisha programuar me apo pa dëshirë si një rutinë që vazhdonte. Linda, sigurisht do vim edhe ke që sapo e preket, ishte përmende fjalën filozofi, sigurisht. Edhe unë jam një nga ato personat që lexoj shumë, botoj shumë, shkruaj shumë këtë drejtim. Dhe gjëra me vlerë. Dhe mundohem, ma t'jem sa ma me vlerë që t'jetë e mundur. Po përpara saj, dua që t'jem koherent edhe me një prej talenteve të që e quaj. Në këtë pikë je talentuoze e vërtet, gati e pas dhe vëndësusme. Dhe që është prezantimi, që është moderimi. Në fakt, në vitet 60-70 në Itali quheshin valeta. Po jo me kuptimin se dinin, ishin vajzat bukra, relativisht gjata, që flitshin mirë, po dhe kërcenin. Nuk e se. Tashi po e heqim, I bënin gjitha. Tashi po e heqim këtë, prezantuesja e vërtet e programeve, e showve, është pjesë e një talentit tënë. Tashi ndihesh mirë këtu në këtë drejtime, unë kam pas mundësi që të ndjek disa prej prezantimeve. Jashtë mase shumë. Je ngarkuar në këtë lloj drejtimi. Jam ngarkuar edhe I marr përsipër rrallë ndonjëherë. Rrallë ndonjëherë kthej diçka ose kur nuk bien dakord gjithmonë çështje mendimesh apo mentalitetesh me ato që janë organizatorët, por përgjithsisht prezantoj të gjitha aktivitetet e Bashkisë së Shkodrës, shumicën e projekteve të teatrit Migjeni, projekte artistike të cilat janë edhe private, por që shfaqen në qytetin e Shkodrës edhe më gjërë, dhe që janë gjithmonë të bukura për të takuar me publikun, sepse publiku t'jep gjithmonë një emocion I cili... E dashur me publikun për këtë punë, dhe duket sikur të mbush me jetë, të mbush me energji, është si një lloj rikarikimi I energjive të tua të cilat ndoshta në rutinën e përditshmërisë disi humbin, dhe është ai takimi, ajo ngrohtësia që t'jep publiku që ta rikthen sërish dëshirën për qenë në skenë. Dhe unë shumë rrallë I refuzoj prezantimet. Edhe bën mirë. Në fakt, një natë, duke di po prezantoje diçka ishe të ftuar, edhe kishim edhe Jorën e vogël. Po bërtitet, Linda. Po ti po bërtisje, ishte edhe ftoftë, në fakt. Ne idem aty afër, nuk e di se kush kënduar nga këto. Por jemi mësu tash që edhe kjo që thua që zor se refuzoj është një punë e mirë, në një mënyrë tillë krijon figurën, sagomën e vërtet të prezantueses. Në fakt me një gjuhë që ndëgjohet pak shkodrançe, po themi, por që mbahet në standarde shumë të mira.
Po, megjithatë, po thoya që edhe kjo shoqërohet sigurisht me konkurrencën në thonjzatë. po mirë, mos dekt kur konkurenca, nuk është se është një problem. Jo, nuk e kam problemin Duhet, patjetër. konkurenca, por dua që konkurenca të jetë e shëndetshme. E shëndetshme dhe e ndershme për me të gjitha. Mirë, ne këtë shoqëri kemi. Të mos ketë ndoshta gjëra të cilat nuk janë. Po pra, janë disa elementë që janë edhe në televizion, jo në Instagram qytet, jo në shtytje kur je duke ullë shkallëve. Ka dhe një farmoshe që duhet respektuar. Qartë, normalisht, është moshe e qartë. Këshilltarja Linda, këshilltarja e Këshillit Bashkiak Linda, çfarë mund të thush? Nëse nuk do mos zgjat, nuk është problem, edhe mund mos zgjatesh. Jo, me shumë kënaqësi, mund të ndalemi sepse kemi shumë gjëra për të thënë. Ne sapo kemi miratuar edhe planin e mobilitetit të qytetit të Shkodrës, ku jemi shpallur kështu qyteti i parë që ka një plan mobiliteti i cili është aprovuar në Këshillin Bashkiak, pas Tiranës, cila ka një plan të lëvizshmërisë, por që nuk e ka me aprovim të Këshillit, dhe ne kemi miratuar këtë plan i cili do t'i shërbejë qytetit të Shkodrës dhe jo vetëm, duke qenë se e lidh me komplet rajonin dhe e bën Shkodrën më të aksesueshme, më të bukur dhe nga ana tjetër më tërheqëse edhe për turistët të cilat dëshirojnë ta vizitojnë gjithë qytetin e Shkodrës, duke pasur kështu një guidë më të mirë në tërësi dhe ndoshta edhe një menaxhim më të mirë dhe akses mbi qytetin. Çka ka në themel ky plan mobiliteti? Janë investime të shumta të cilat programohen të bëhen, duke përfshirë këtu një sër investime që do të lidhin çdo pikë të qytetit të Shkodrës me njëra tjetrën, duke krijuar një sfond më të mirë për qytetin, por gjithashtu edhe për zonat rurale të cilat lidhen me qendrën. Ai bën të aksesueshme dhe ato. Absolutisht. I jep secilit mundësinë që të ketë dëshirën apo idenë që t'i vizitojë, ta ketë këtë plotësisht të realizueshme. Po të themi kështu si ide, projekt, bindje politike, kjo është diçka që vjen me Benet Becin apo mund të vinte me gjithënd? Shiko, shumë gjëra mund të vinin me gjithëkënd, që thua ti, por pak gjëra vinë pa Benetin. Fakti që nuk erdhen për një sër vitesh tregon që pa dashur t'i bëjmë qefin askujt, t'i japim Cezarit atë që i takon Cezarit. Kjo erdhi me Benet Becin, ashtu si shumë gjëra të tjera në qytetin e Shkodrës, ku pa dashur të ndalem shumë politikisht, sepse nuk është ndoshta as koha as vendi, ka pasur një vizion ky njeri për qytetin, cilin e ka bërë konkret tashmë, sepse jemi në vitin e dytë të realizimeve të projekteve, ku disa nga projektet kanë përfunduar, të tjera janë nisur me sukses dhe po vazhdojnë, dhe ka të tjera të cilat pritet të nisin, përfshirë këtu shumë investime të cilat janë në thelbi kryesor, dhe që i japin Shkodrës një frym të re, një zhvillim të ri, duke pasur parasysh se qyteti kishte qëndruar një gjumë letargjik për 30 vite me radhë, ishte domosdoshme. Është si puna e saj Knetës, ku uji fillon të turbullohet edhe të bëhet i dëmshëm, tani ujërat po lëvizin dhe janë qartësuar në çdo kuptim, dhe më vjen mirë që këtij njeriu ju dha mundësia, pa e parë fare anën politike, që të zhvillonte vizionin e tij për Shkodrën. Dhe ky vizion duhet të vazhdojë patjetër, sepse janë punë të cilat janë nisur me shumë përkushtim, sepse mbi të gjitha është dëshira për të bërë mirë për këtë qytet, pa pasur parasysh asgjë gjë tjetër, mendoj unë. Jemi në datat më të mëdha që ka kombi, ka edhe vendi, që është 28 nëntorit. Tani jemi një pikë shumë delikate. Edhe logon e televizionit e kemi në mënyrë tillë, unë jam veshur në mënyrë tillë. Sigurisht duke uruar gjithmonë festat, është një unë për vete jam mësuar në një familje, po themi, nacionaliste. Dhe sigurisht gjithmonë jemi gëzuar, kemi demonstruar në një farë mënyrë, jemi veshur, kemi bërë gjëra të tilla gjithmonë. Ka dy mënyra, një mënyra e dikurshme e diktaturës, sigurisht nuk ka moshë. Deri diku sot ai ndryshimi. Ti si shikon Shkodrën me këto festa? Jo thjesht politikisht, po edhe filozofikisht, me që ishte fjala. Po është zbukuruar Shkodra, janë po ka filluar sonte. Flamuret kuqezi. Gjithatë më shumë edhe drita, po pjesa tjetër që po bëhemi gati për organizimin madhështor të muajit dhjetor, ku do të jetë një festë e madhe dhe unë ftoj gjithë ata që na ndjekin të vinë në Shkodër, qoftë edhe ata që janë jashtë vendit. Po duke u ndalur te festat e nëntorit, unë kam bërë gati fëmijët për shembull që të vishën kuqezi. Vazhdon kjo pjesë
Elisa, kemi mësuar nga një vjersh për Adheun. Pra më duket deri diku e njëjta vi në ato fëminin tim të viteve 90 dhe shumë pak gjëra ka ndryshuar në këtë prizëm. Megjithatë, janë festat tona dhe ne kemi treguar që duam Shqipërinë duke qëndruar këtu, ku janë të pakët ata që kanë mbetur në këtë vend dhe unë dhe im shoq kemi marrë iniciativën që qëndrojmë. Shpeshherë pyesin veten nëse jemi të zgjuar shumë apo jemi spet. O kemi bërë një gaf. Sepse të qëndrosh në Shqipëri është sakrificë e madhe. Me gjithë tranzicionin por është edhe patriotizëm tash, me qira fjala. Me gjithë tranzicionin që vazhdon të ketë vendi. Dhe ndonjëherë e mendoj, dhe them, si do të kishte qenë jeta ime, si një vajzë që punon shumë dhe kërkon shumë për jetës nëse do ta kisha zhvilluar veten në një vend tjetër, ku do të isha shkolluar atje, do të kisha punuar atje, pra çfarë mundësish reale do të kisha. E mendoj shpesh herë, megjithatë nuk pendohem, sepse Shqipëria është gjithashtu një vend që t'jep mundësi për të lëvizur, edhe besoj dhe jam e bindur ndoshta deri diku që fëmijët e mi nuk do të mund t'i ndaloj dot që të ikin. Me dëshirën për t'u zhvilluar dhe për të pasur një tjetër dimension të jetës së tyre. Ky është një diskurs që vlen gjithmonë të bëhet edhe njëkohësisht vlen që të vlerësohet. Unë më tepër vuaj në këtë lloj drejtimi. Sigurisht që edhe unë kam vendosur që mos t'i dri. E si e mendon? Kemi bërë gabim mos sakt besi apo kemi bërë mirë? Në pjesën kulturore të qytetëruese, sigurisht mund të kemi bërë gabim. Sepse bie fjala, po të kisha qenë në Itali ose në Gjermani, ti ku këtu rreth Evropës, po jo kaq shumë larg, si Amerika bie fjala shumë larg. Mund të kisha jetuar në qytetërimin që më pëlqen që të jetoj. Por pikërisht kjo bën edhe diferencën e madhe. Kam zgjedhur këtu ndoshta edhe të vuaj, të ha dhe shtelma të zakonshme që i ka zakon ky vend. Unë flas kështu, nuk është se kam problem shumë të madh. Ka akoma cinizmin në kulmin e epërsisë, mendimtare të tij, ka akoma groteskun, ka elementë cilët në botë i largojnë pak, i kanë larguar nga perceptimi njerëzor dhe njëkohësisht në mënyrën e të folurit. Këtu i kemi akoma. Praktikisht, është ajo diferenca që thonë gjithmonë kur ikin jashtë dhe bën patriotin. Mirë po unë kam një rregull treshi për këtë punë, po kur ata i thonë vetes patriota dhe kanë ikur nga ky vend, po unë që kam qëndruar sa patriot jam. Çfarë do të themi ne, është e vërtet. Është një shumëzim i lehtë që tregon që ideja është e tillë. Unë kam menduar në fillimet e ardhes demokracisë, atëherë isha pothuajse ti, ose diçka më i vogël se ti, ose ti, po themi. Që ky do të ishte bësh vendi shumë shpejt, do të ishte më i miri i botës. Këtu gjë e parë që do të përqafoja do të ishte polici rrugës ose ku diun një diçka e tillë. Janë ëndrat e fillimit, pastaj vinë zhgënjimet dhe vazhdojnë ato gjatë gjithë jetës. Ideja është e tillë. Nuk ka vend që të ketë shkuar në këtë lloj zhvillimi pa psuar ato drama dhe trauma të mëdha. Patjetër. Por ne kemi një ndryshim të jashtëzakonshëm nga tjerët. Ne kemi timeline-in e shkurt shumë. Nëse të tjerë ju kanë ndodhur për 200 vjet, ne na ndodhin për 25, për 30 vjet. Dhe dramat janë më të mëdha. Sigurisht, sepse janë refleksioni i kohëve. Edhe përjetimet sigurisht rëndohen, janë akoma më të thella. Ato gërvishjet ose varrat janë akoma më të thella mezi mbyllen bëhen. Linda, Shkodra për ty është prallë, është çështje poezish, Shkodra dashurisë, Shkodra mrekullueshme, vetmja kjo është perceptim, habitati, toksor, jam këtu edhe në 3 dimensione jam këtu, apo është diçka më tepër se sa kaq, është diçka gati ombelikale që të lidh. Çfarë Shkodra për ty? Shkodra për mua është qetësi. Është dashni e madhe shumë, që të lidh me origjinën, me rrënjët e tua, edhe që të lidh edhe me vazhdimsinë, me fëmijët që po rrit në këtë qytet. Sigurisht
E tham edhe pak më herët mund të kishim zgjedhur të iknim, megjithatë që ndruam. Normal. Dhe vetëm një dashuri e madhe mund të mbajë. Të mbaje. Siç ka qenë Shkodra për ne, e cila mbetet gjithmonë e pazëvendësueshme. Ne kemi shëtitur kudo nëpër botë, përsërisht më duket vendi më i bukur që mund të E ekzistojë. shef Parisin, pastaj vjen erdha Shkodër. Më ka marrë malli. Atë qetësinë e shpirtit e cila gjendet besoj vetëm në vendin tënd. Edhe që nuk ka të krahasuar me asnjë vend tjetër. Aq më tepër që kohët e fundit ka nisur të ketë edhe një zhvillim të mirë pozitiv, dhe këtë e them me plot gojë dhe më vjen mirë që jam edhe unë pjesë e këtij ndryshimi, dhe që jam qenë pjesë e kësaj skuadrës së madhe që po merr nisma dhe iniciativa apo edhe vendime për të bërë një qytet më i mirë, një qytet i jetueshëm spari, dhe akoma dhe më i bukur duke u zhvilluar. Një ditë Lina bile thash t'ja bi turit këtu në televizion, ta transmetoj pas të u penova. Vendosi celularit, vendos ke ura Devish Bek, dalë aty ka vendos kryetari i bashkisë, prej kohë është ashe u bën disa kohë semafor. Me po shoh skena për ditë, atëherë vendosa në një gjysmore me celularin rek, dhe i pasë çfarë ndodhte ke semafori. Kur bëra bilancin fund që e numërova, ishte që këmbësorët gabonin 40% tyre, 40% tyre e thyenin me ndërgjegje. Një 5% që këta që skuptojnë që janë a semaforët që niset e... Janë djeni që niset agua. E ka metodën e ti, se zdo me e ditë që skuptojnë. Ndërsa ke makinat ishe më pak, si me thënë, ke makinat e thyenin shumë më pak, si me thënë, vetëm 1-2%, 3%. Por kështu dilnin llogaritë që ishin 50 me 50. A fillova të mendoj, atëherë bëra një shkrim. Ora këta refuzojnë urbanitetin, çfarë ndodh me ta? Nuk duan të binen. Dikush edhe me nervozizëm, çka kanë vënë dhe semafor marr. Shkodra me semafor, dikush. Po, budalli që 2 gati u aksidentuan, se niset makina i do me kalu. Tash ky është rasti i semaforit, domethënë s'kan mësu debatin midis ne të dyve, që s'kemi debat në fakt është nuk kanë mësu që e kuqat në lonë, por nuk ka dhe dëshirë që ta zbatoj. Çfarë ekziston kjo? A bëjmë një bisedë filozofike? Të njëjtit njerëz, nëse do të ishin në një tjetër vend, do t'i respektonin që ç'kemë të. Normal. Të qenit në Shkodër, futja e kësaj risisë është gjithmonë ajo kryeforcia që unë do kaloj, se nuk më intereson semafori. Ose s'pas ka makina, po kaloj. Është vetë çështje që akoma ndoshta nuk jam mësuar, duhet japim kohë që të marrin veten edhe të mësohen se ky qytet do të funksionojë me rregulla, sepse vetëm kështu mund të funksionojë. Jo se nuk është vetëm aty, bie fjala të vjen edhe kundra me biçikletë. Ose të vjen kundra me makinë. Sepse nuk është vetëm semafori, është çështje e ndërgjegjësimit, dhe falenderoj që jape këtë temë, sepse dua ta lidh pak edhe me papastërtinë e qytetit, sepse po bëhet një punë shumë e mirë, megjithatë kemi kontinjerët e mbeturinave bosh dhe kemi mbeturina në tokë kudo. Edhe kjo është çështje sensibilizimi e njerëzve, është çështje ndërgjegjësimi. Duhet të bindemi që ato mbetjet t'i hedhim në kosh, sepse është vendosur për atë punë ai kontinent. Pra plerët janë për në kosh. Po, dhe jo t'i gjuajmë nga balkoni siç ndodh akoma, apo të mendojmë se çdo gjë ose për kunjë jashtë koshit. Është pronë e jona në një kohë kur nuk është. Jetojmë në një komunitet dhe duhet ta respektojmë atë. Qoftë çështja e semaforit, qoftë çështja e kontinjerëve të mbeturinave, qoftë kalimi në korsinë e biçikletave me mjete motorike, apo duke penguar ata që realisht duan ta përdorin, duan të shkojnë në punë, sepse unë personalisht e përdor shumë bicikletën dhe më pëlqen shumë dhe rrallë herë dal me makinë, por shoh që ndonjëherë ka problematika të cilat mund edhe të rrezikojnë. Kështu që besoj duhet të ndërgjegjësohemi, të gjithë duhet të jemi qytetarë më të mirë brenda vetes, edhe të kuptojmë se nuk na takon vetëm ne. As rruga, as sheshi poshtë pallatit, është i të gjithëve. Dhe të gjithë duhet japim sado pak nga vetja për të marrë pastaj mbrapsht ambiente më të pastra, rregulla të cilat respektohen dhe pse jo edhe një jetë më të mirë. Linda, në kushtet e sotme të një ndryshimi, edhe ndryshim edhe ndryshim pushteti që 2023-2024. Dakord, pushtetin pa kuptojmë. Punohet, të punohet atje, punohet aty, punohet atje. Gjatë punës sigurisht ka kur punon edhe gabon. Po në përgjithësi punohet, edhe shikohet që punohet.
Dakor, bëjmë edhe kritikat tona dhe shohim kjo ndodhe, kjo s'ka ndodhur, kjo mund të ndodhi më shpejt, bëhen e kërkesa nga njerë. Mirë, po ka një problem. Ky vend edhe në pushtet duhet të ketë një opozit. Linda, sipas teje, ka opozit edhe nëse ka. Çfarë lloj opozite është kjo? Është opozit kjo? Mund punoj kështu opozita, funksionon kështu opozita? Po flasim për nivelin lokal apo për nivelin qendror? Në qendrorin pastaj është muhabet kaq i madh sa në nivelin lokal ka opozit, ka njerëz të cilët shfrytëzojnë 2-3 problematika gjithmonë për të njëjtën gjë. Ne shohim që mezi presin të bjerë pak shi që të kapin ndonjë foto në vendet ku ose na gënjeu, ja kjo është Shkodra e tjetër. Megjithatë më vjen mirë që bëhet kjo, sepse nxit për më tepër punë. Megjithatë duhet të jetë një opozit që është e ndershme. Jo një opozit që shpif, as një opozit e cila bën foto me AI dhe i hedh dhe i shet për të vërtet, sepse njerëzit kanë tendencën të besojnë lehtë. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm me ato që zgjedhim edhe të besojmë. Por opozita gjithmonë shërben sepse është ajo konkurenca që ne folëm në fillim, që të nxit për punë më të mira. Dhe pavarësisht se mund të jetë një konkurrencë e dobët në rastin konkret, sërish besoj që shërben për mirë. Vetëm se duhet jetë e kujdesshme opozita që të tregoj problemet që janë reale, sepse qyteti ka probleme, të cilat kanë vënë për përmirësim gjithmonë, sepse ka nisur të punohet, por është e pamundur të punohet në të gjitha frontet një herësh. Kështu që ka vënë sa të duash, nëse duan të kapen realisht. O e din ajo opozitë sepse i ka lënë vetë pa bërë, të ndjerin probleme që nuk janë, nuk ekzistojnë. Jo, e kisha fjalën këtu, në këtë lloj koncepti. Zakonisht opozita këtu ke ne perceptohet ose nuk e di, nënkuptohet, si të doni merrni, që bën kritik. Në të vërtet, ky është deformimi që ka pësuar edhe gati edhe në botën jashtë, të 20 vitet e fundit. Opozita nuk është kjo, opozita është alternativa. Ti e bën këtë kështu, unë nuk e bëj kështu. E bëj kështu. Kështu është opozita. E sidomos kur nuk e ke bërë, dhe ja përmend këtë tjetër që po e bën. Po t'japi shembull. Ura e Baçallekut është plan i kahershëm. Duhet një urë tjetër, duhet një urë tjetër, duhet një urë tjetër, duhet një urë tjetër, me vite. Tash po bëhet. Një përmendimeve që tu e bë me vonesë. E kishin dorë për ta bërë, tash i thonë jeni duke e bërë me vonesë. Keni pa leje. Keni edhe pa leje. Tash shiko, unë marr pak si me qeshun, marr pak si me grotesk, se me të vërtet kjo shkërmoqet pastaj. Edhe vet ai ose ajo që e ka thënë aty poshtë në postime, po ajo ku ishit, po deri tash s'bota asgjë për nesër. Është e mirë që thuhet, por nuk ka alternativë brenda. Mbase mund të shiko. Këtë urën ju po e bëni me 5 kam, ne do e kishim bërë me 4 kam, sepse na duket më bukur me 4 kam. E kam fjalën, për këtë opozit, kemi një opozit tillë, kemi mundësi në një opozit tillë në Shkodër, që të njihet Shkodra edhe më mirë. Nuk e kemi, as në nivel lokal, as në nivel qendror. Dhe kjo është për të ardhur keq, sepse vendi që nuk ka një opozit mirëfillt, e kuptoj. Rrezikon pastaj të kalojë në stadin. E kuptoj sepse sigurisht, nëse do të bënim fjalë për diku jashtë, pse po lodhemi edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishin propozime ato që ndruan pushtetin. Ju jeni kështu, ne bëjmë këtë. Duhet të besim që opozita më e mirë në rastin konkret është ajo brenda vetes, ku njerëzit kërkojnë gjithmonë. Kjo ha diskutim tjetër tash, është diskutim po, që na vlen për ta bërë këtë punë. Vetëm kështu mund të. Një prej atyre diskutimeve ishte që bie fjala në ato shkrimet e mia ose në ato elementet e mia që bëj është. Shiko, Shkodra është jashtëzakonisht në aksion të madh, sidomos i dedikohet kryetarit bashkisë kjo. Në aksionet e investimeve, në aksionet e punëve, që dikur i kemi thënë, e punëve komunale. Në vërtet është bërë një ndërmarrje që gati quhet si ndërmarrje komunale që punon shumë. Punë këtu, shtrim këtu, lulishte këtu, mirëmbajtje këtu, investim këtu. Dhe paska qenë shumë domosdoshme. Edhe domosdoshme. Praktikisht, pjesët e kulturës, kam thënë, unë janë pjesë, bie fjala për kulturën dhe administratën, po flas për pjesën e kulturës, që ka aktivitetet shumëta, nuk bëhen fjalë, ka aktivitetet të jashtëzakonshme. Janë bërë aktivitete që nuk janë bërë kurrë në Shkodër. Por në pjesët e administrimit kulturës dhe
zhurmës kulturore që prodhon Shkodra. Do kohë që të vi, sepse është sigurisht gjendje sentimentale, gjendje, nuk e di, pak filozofikisht e trajtuar me vështirësi, me artistat janë secili me vështirësitë e tyre, të botë kuptimit edhe njëkohësisht me një qëndrim të tillë. Janë dy rrugë të cilat nuk janë paralel, por nuk shkojnë me të njëjtin ritëm. Ti e shef Shkodrën të zhvilluar të gjithën njëkohësisht, që në të vërtetë është, apo edhe ti ke një lloj dyshimi ose vrejtje që shiko, ka disa stacione të cilat dikush ecë më përpara, dikush ecë më mrapa. Si e shikon këtë? Edhe është për ty një moment i mirë ky për të marrë fuqi akoma më të reja, apo kështu është edhe kështu do zhvillohet? Besoj që gjithmonë ka vend për përmirësim. Normal, patjetër. Besoj që ai që është më i shkatë do zhvillohet më shpejt. Normal. Ai që kërkon më shumë të arrijë do të marrë më shumë, Normal. Janë pa diskutim llogari të bëra këto, por që më pëlqen që po punohet në disa drejtime një herë. Sigurisht. Pastaj më i shkapti më shpejti dhe jam e bindur që edhe kultura ka triumfuar në këtë drejtim. Sigur, patjetër që ka. Është një lloj dashamirësie me cilën shihet sidomos aktivitetet e jashtëzakonshme që bëhet arti dhe kultura. Emrat mëdhenj kanë ardhur, patjetër. Dhe më vjen vërtet shumë mirë duke nisur nga dirigjentja e orkestrës Elda Laro. Patëm një lulebor shumë të bukur, patëm një koncert të Invamulës, janë gjëra të cilat pa diskutim kanë vlerën e tyre dhe që do të mbeten. Po jo, kanë qenë organizime shumë të mira, jashtëzakonisht mira, absolutisht mira. Lina, ishit me familje në Paris, pas edhe vajzat atje. Po, kemi qenë në Paris. Shumë mirë. Pamjet janë të bukura, fotografitë shumë të bukura. Ishte ditëlindja ime. Vendosa që këtë vit mos bëj një festë të madhe nga ato që ne bëjmë gjithmonë, sidomos për përvjetore, por vendosa që të dalë një shëtitje me fëmijët e mi dhe me bashkëshortin tim. Shumë mirë. Sepse e pash me vënd që kishim nevojë për një mbledhje kështu më të vogël nga ajo që jemi munduar të kemi gjithmonë dhe që më ka shijuar jashtëzakonisht shumë, sepse ne bëjmë shumë shpesh udhëtime, por rrallë herë jemi të katërt. Edhe për shkak të impenjimeve të vajzave me shkollën apo edhe me aktivitetet, sepse ato të dyja merren me aktivitete, edhe tani që flasem janë në një aktivitet. Dhe ishte një udhëtim shumë i bukur vërtet. Dhe kemi vendosur që në fund të dhjetorit kemi edhe një tjetër si familje. Shumë mirë. Që të shëtisim pak edhe të marrim pak nga bukuritë që Zoti na ka dhënë. Patjetër. Çup ka të bëjnë vajzat? Vajza e madhe Aislin është 13 vjeç edhe merret me aktrimet e me muzikë. I pëlqen jashtë mase shumë edhe prezantimi. Megjithse unë nuk e kam me dëshirë dhe mundohem që ta spostoj sërish aty shkon. Madje prezanton edhe në anglisht jo vetëm në shqip aktivitetet që organizohen në shkollë. Ndërsa e vogla është vetëm 7 vjeç, Majlis, edhe këndon në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujti Malia dhe merret edhe ajo me aktivitetet e shkollës. Më pëlqen që merren me pjesën e artit. Aq sa dhe nuk më pëlqen, sepse e kam njohur mirë artin dhe di se ç'do thotë një vajzë që merret me art dhe që është pjesë e kësaj bote, megjithatë nuk ishin se ku të shkonin. Është e kohë ti largosh, sërish aty do të afrohen, sepse duke që i thërret ADN-ja. Po dhe kjo është e vjetruar, tash shpeshherë dëgjoj që për shembull një arkitekt thotë ama se s'kam qejf bëhet arkitekt ose një gazetar ama se s'kam qejf në shikoj, në përgjithësi do ta lejosh të shkoj atje ku ka vokacionin. Ti di gjëra që nuk shkojnë dhe nuk funksionojnë siç duhet, qartë, që ndoshta të provojnë diçka tjetër. Normalisht. Por ato do të bëjnë atë që u pëlqen më shumë. Është vokacioni i tyre, ti nuk mund ta ndalësh dot atë, ose po fillove ta ndalësh me forcë, pastaj gati bën një krim, kupton, kështu që nuk ja vlen deri në këtë pikë. Ti ke përcaktuar mirë se çka kanë talente kështu, janë për matematikën apo e kam fjalën për shkollën tash, apo për filozofitë, shkencat shoqërore. Shkencat shoqërore janë shumë të mira të dyja me anglishten. Po, është e rëndësishme shumë kjo. Teknologjia e thërret Aislimin pak duke ngjarë babait të saj. Edhe i pëlqen bëj video. Ti rregulloj. E shikon ka dhe vokacioni. Ti montoj. Ra fjala ke bashkëshorti. Edhe ti xhirojmë atje. Normal. I pëlqen sepse duke që e ka marrë nga jati atë pjesë që është shumë e bukur. E ke kritik bashkëshortin? Jo, është mbështetja më e madhe që kam. Për çdo gjë. Ai është nxitja më e madhe. Bëj edhe këtë.
shkoj edhe këtu, mos i dorë, sepse ka momente në të cilat njeriu lodhet edhe dëshiron që të ketë një njerëz të sinqert që ta këshilloj, më të vazhdoj apo ta ndërpres këtu sepse ndoshta kam dhënë shumë nga vetja dhe nuk kam marrë ato që duhej mbrapsht. Dhe Majsoni është nga ato natyra që gjithmonë të nxit për më të mirën. Ne jemi një skuadër shumë e bukur bashkë sepse punojmë bashkë edhe tani jemi rritur së bashku dhe jemi formuar edhe në karrierën e secili në të vetën, do të thënë, po edhe bashkë bëjmë një skuadër shumë të mirë ku kemi realizuar shumë dokumentare, shumë videoklipe dhe mundohemi që gjithmonë punën ta kemi jo parsore, duke pasur parasysh që ajo është ajo që duam në fund fundit, por të vendosim njëri tjetrin njëherë dhe ndjenjat tona dhe pastaj të shohim edhe atë që ne bashkë mund të bëjmë dhe ta bëjmë më së miri, në mënyrën që sigurisht është më e bukur për të gjithë. Kjo është pyetja e fundit, por mos ma merr për provokative. Ta them se e kam tash një studio, një televizion timin, edhe të bëj ftesën e para do vish edhe çfarë do që të bësh në televizion. Tani, ti me këtë pyetjen e fundit, më bëre që të nxjerr diçka që nuk doja ta thoja, unë po përgatitem për një podcast që do të nisë shpejt. Kjo është shumë e mirë, është shumë e bukur kjo punë. Dhe punë. një nisëm private, personale, Sigurisht. të cilën kam vendosur ta realizoj me bashkëshortin ti. Dhe Më mirë se ju askush tjetër, absolutisht, Dhe absolutisht. sigurisht pa qenë pjesë e një televizioni konkretisht, sepse mendoj që ka ardhur momenti të themi gjërat ashtu siç ne I mendojmë të themi. Dhe në qoftë se ndjeva lirë në këtë bisedë ku folëm së bashku për gjithçka që patëm dëshirë dhe pa pasur ndoshta korniza, ato frame në të cilat njeriu vendos veten dashje pa dashje sepse pengohesh nga diçka apo nga diçka tjetër, dua që t'i themi gjërat lirshëm, dua të ftoj njerëzit që dua unë, dua të kem hapësirën time. Edhe një pavarësi gati absolute në këtë drejtim. Një lloj pavarësie që të shijon në media, sepse ti I jep rëndësi atyre që I mendon të rëndësishëm. Dhe besoj që kjo është nisma dhe projekti më I madh që kam për të realizuar gjatë 2026 dhe mezi po e pres. Ky është një lajm I mirë. Gati më gëzon. Ja këtu ku jemi për shembull në këtë televizion transmetohen pas një lloj censure. Më vjen mirë vërtet. Të gjitha ato që unë ma merr mend ti e di që u bëj shumë politik. Kjo bisedë që bëm tash ishte më e papolitizuar një Gjithse në linja të përgjithshme. Gjysma që shohin bo që ato ky, gjysma ta mund të pëlqejnë, kupton. Po kjo është shumë. Do më lejosh ti falenderoj për këtë emision të bukur edhe për këtë televizion edhe djemtë, edhe me që jemi dhe tek ditët e dhunës, do doja t'i përmendja pak sepse unë jam një grua që shuhem për mbështetjen që kam ndaj grave dhe vajzave. Dhe këtë e bëj me shumë kënaqësi dhe dua ta shfrytëzoj këtë hapësirë televizive për t'i bërë të gjithë grave dhe vajzave të cilat në një formë apo në një tjetër janë të cënuara, qoftë në familje, qoftë në ambientet ku punojnë, qoftë në komunitetin në të cilin ato bëjnë pjesë, duhet t'i bëj thirrje që t'i ndryshojnë gjërat. Ajo që ne vazhdojmë të mos e ndryshojmë është zgjedhja jona. Kështu që nëse diçka të bezdis, nëse diçka të pengon, hiq dorë dhe gjej një alternativë tjetër, sepse ka gjithmonë një alternativë tjetër. Pavarësisht se një derë mund të mbyllet, nuk është e thënë që ajo po pengon një mundësi, ndoshta po pengon diçka që nuk duhet të ndodhte në jetën tënde. Ndaj me shumë besim duhet të gjejmë të gjitha forcën për të bërë përpara dhe të duam së pari veten, pastaj të tjerët që e mendojmë se na duan. Faleminderit Besi, ishte shumë kënaqësi. Të lumtë, Linda, edhe mbyllja ishte jashtëzakonisht e mirë, ashtu siç duhet. Unë të falenderoj që ishe. Shpresoj që patjetër që do të takohemi prap. Shpresoj që të keni sukses edhe ta nisni dhe të keni sukses, të kalosh mirë. Gëzuar festat nëntorit, Linda. Faleminderit që ishe. Dhe të uroj një sezon të mbar televiziv dhe të bukur, pa dorashka, ashtu siç je gjithmonë ti. Dhe uroj me zemër që të kesh sa më shumë sukses në këtë botë, në të cilën është bërë shumë sasi, ama cilësia ka nisur të mungojë. Normal. Faleminderit Besi. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Miqtë on televizion, miqtë on tok. Ky ishte emisioni I parë, kisha kënaqësinë që të kisha Lindën. Unë tash ju uroj jo vetëm televizionit, djemve këtu, administratorëve, por të gjithëve ata që kanë ndjekë që I rrinë besnik këtij televizioni, që ta ndjekin sepse sigurisht
Sigurisht ajo që thash në fund, që çdo gjë e kam thënë, as kërkush nuk ma ka censuruar, është shumë e rëndësishme për gjithë televizionet. Edhe për mendimin tim, ky televizion është kampioni. Ju falenderoj që ishit, jap takim radhën tjetër, natën e mirë.